Ai kamomilit trajton këto 3 probleme që askush nuk e kishte menduar. Vlerat qetësuese të çajit të kamomilit janë pranuar gjërësisht. Ai qetëson nervat dhe muskujt e fytit dhe ju ndihmon që të flini më mirë. Çaji i kamomilit cilësohet gjithashtu si një produkt fantastik që mund të ndihmojë të arrini një gjumë më cilësore në mbrëmje. Çaji i kamomilit përmban vlera të larta, të cilat mund të përdoren gjërësisht për efektet e tyre qetësuese dhe lehtësuese në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të organizmit tuaj në tërësi. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Është provuar se ai përmban element që kanë veti qetësuese dhe ju ndihmojnë në një gjumë më të mirë dhe më të rehatshëm në mbrëmje. Çaji i kamomilit mund të përdoret gjithashtu për një frymëmarrje më të qetë edhe më të shëndetshme. Nuk mund të themi se kamomili është një recetë për ftohjen, por ai mund të qetësojë ndjeshëm situatat tuaja të caktuara të shkaktuara nga këto simptoma. Studimet paraprake tregojnë se thithja e avullit që përmban ekstraktin e kamomilit zbut problemet të shkaktuara nga infeksionet dhe rrugët e frymëmarrjes. Kamomili përmban elemente të tij anti-inflamator të cilat mund t'i japin efekte pozitive në këtë aspekt. Çaji i kamomilit cilësohet si një lehtësues shumë i mirë i problemeve që shkakton stresi. Kamomili mund të ulë gjithashtu nivelet tuaja të larta të stresit. Ai përmban nivele të larta të apigeninës, një përbërës që ka efekte qetësuese dhe lufton gjithashtu problemet e ankthit. Studimet zbulojnë se personat që përjetojnë shpeshherë ankth përmirësuan cilësinë e tyre të jetës dhe patën gjithashtu më pak nivele të stresit në jetën e tyre të përditshme. Kamomili është një bimë që mund t'i japë përfitime të mira për sistemin më të fortë imunitar. Një studim i publikuar në revistën e kimisë dhe bujqësisë dhe ushqimit në SBA, të cilës i referohemi, doli në përfundimin se çaji i kamomilit rrit kompleksin antibakterial në trup. Studiuesit besojnë se kjo është një arsye pse konsumi i rregullt i kamomilit lufton edhe problemet e ftohjes. Kamomili ndër të tjera mund të përdoret edhe për qetësimin e simptomave të stomakut. Kur përdoret në formën e tij natyrale, vlerat që do të merrni prej tij do të jenë vërtet të larmishme dhe të fuqishme në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Por si të përgatisni çajin e kamomilit? Për këtë ju duhet një lugë çaji kamomili thatë, një gotë me ujë. Zjeni ujin në një enë, hiqeni nga zjarri ujin, merrni një lugë çaji lule kamomili dhe hidheni në enën e mbuluar me ujë të nxehtë. E lini për të paktën 15 minuta. Kështu në saj të nxehtësisë, lulet e kamomilit do të çlirojnë në kështu edhe substancat e saj tek uji. Pasi ta kulloni, shtoni edhe një lugë mjaltë dhe mund ta konsumoni atë 35 deri në 45 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Kështu, përfitimet e tij do të jenë më të larmishme dhe do të lehtësoni një sër komplikacionesh që i kanosen në tërësi organizmit tuaj. Kamomili është përdorur si një ilaç tradicional prej mijëra vitesh, për të qetësuar ankthin dhe për të qetësuar kështu dhimbjet tuaja të barkut. Ai konsiderohet një bimë e sigurt dhe është përdorur në shumë kultura të ndryshme. Disa studime kanë treguar një zëri se kamomili mund të përdoret edhe në kombinim me bimë të tjera për të rritur përfitimet në shëndetin tuaj. Megjithatë, si me çdo produkt të kombinuar, është e vështirë të thuhet se cilat janë përfitimet që vijnë nga secila bimë. Por është parë se kamomili është një përzgjedhje shumë e mirë për të marrë përfitimet e tij ushqyese dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e njëpasnjëshme. Ekspertët e cilësojnë kamomilin si një prej recetave më të mira në dobi të vlerave të shëndetit. Gjithashtu ai mund të përdoret edhe për të shpërlarë gojën dhe për të lehtësuar aftet e saj. Kështu, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet lehtësuese në situatat tuaja kur është më e nevojshme të merrni këto trajtime të specializuara. Përdorimet të tilla të kamomilit janë cilësuar sipas ekspertëve si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese dhe lehtësuese në situatat tuaja emergjente. Kështu, edhe çaji i kamomilit
mund të bëjë një rrugë të mirë edhe në mbrojtjen e imunitetit dhe lehtësimin e shqetësimeve të tij. Kamomilin mund ta merrni në forma të ndryshme, por më e këshillueshme është në formën e tij të çajit. Jo më kot ai është cilësuar si një nga çajrat më efektiv që mund të sjellë përfitime të duhura në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Çaji i kamomilit, ndryshe nga çaji i zi ose çaji i jeshil, ai vjen nga një lule e bukur me shumë përfitime në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kamomili përmban flavonoide të cilat janë pjesërisht përgjegjëse për nxitjen më të mirë të gjumit dhe lehtësimin e problemeve të pagjumësisë. Çaji i kamomilit përmban gjithashtu një aromë të mirë të frutave, të ngjashme me mollën dhe është e shijshme dhe me vlera të larta terapeutike. Lulja e kamomilit përmban gjithashtu elementë të cilët luftojnë inflamacionin, mykun, ulçërën dhe përmban shumë antioksidantë, të cilët do të luajnë një rol të rëndësishëm në lehtësimin e këtyre komplikacioneve dhe parandalimin e shqetësimeve të tyre. Përdorime të tilla të kamomilit do të jenë një mundësi e çmuar e shëndetit në betejën kundër këtyre shqetësimeve. Çaji i kamomilit mund të përdoret edhe kur keni dhimbje të stomakut. Çaji i kamomilit është cilësuar si një lehtësues shumë i mirë kundër dhimbjeve tuaja të stomakut dhe mund të jetë ideal në qetësimin e dhimbjeve të stomakut, sepse ai përmban substanca të mira antiinflamatore, të cilat do të luajnë një rol të mirë lehtësues kundër këtyre komplikacioneve dhe do të përmirësojë ndjeshëm shëndetin tuaj. Kamomili cilësohet sipas ekspertëve të Sleep Speaker si një mundësi e çmuar për një gjumë cilësore në mbrëmje. Kështu, përfitimet që do të merrni prej tij do të jenë aleate të vërteta për gjumin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve që sjell pagjumësia. Mjafton të pini një gotë çaj kamomili të paktën 30 minuta përpara se të shkoni për të fjetur. Çaji i kamomilit ka efekte të mira lehtësuese dhe mund të largojë problemet që sjell pagjumësia, duke ju ndihmuar të bëni një gjumë më të rehatshëm dhe më të qetë në mbrëmje. Çaji i kamomilit është një produkt fantastik edhe për personat që vuajnë nga migrena. Sapo të ndjeni trokitjen e parë të migrenës, pini një çaj kamomili. Është e rëndësishme ta pini atë menjëherë sapo të ndjeni shqetësimet e para, dhe jo kur ato janë në kulmin e saj. Kështu, kamomili do të shndrohet në një aleat të vërtet të organizmit tuaj në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Ekspertët tregojnë se çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin tuaj të zorrëve, duke i dhënë atyre të gjitha elementet ushqyes edhe për të lehtësuar inflamacionet dhe për të sjellë gjithashtu një tretje më efektive dhe më të shëndetshme. Ekspertët tregojnë se kamomili, i përdorur si duhet në vaktet tuaja ditore, do të përbëjë një rrugë të mirë ushqyese për shëndetin e përgjithshëm dhe do të lehtësojë inflamacionet e tyre. Nëse doni të keni një imunitet më të fortë dhe të keni gjithashtu një organizëm më të shëndetshëm, kamomili do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë e shëndetit tuaj në betejën kundër imunitetit të dobët. Vlerat që do të merrni prej tij do të jenë lehtësuese, rigjeneruese, të menjëhershme, duke lehtësuar kështu komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj në tërësi. Përdorimet të tilla të kamomilit do të jenë një mburojë e çmuar e shëndetit në betejën kundër shqetësimeve të përditshme. Kamomili është një produkt fantastik që mund të shërbejë në organizmin tuaj edhe kundër të djegurave. Qytetrimet e lashta e përdorin kamomilin edhe për të lehtësuar djegjet e lëkurës, të cilat mund të vinë shpesh edhe nga rrezet e forta të diellit. Kështu do ju ndihmojë kundër këtyre inflamacioneve, duke ju ndihmuar që të keni një lëkurë më të pastër, më të shëndetshme dhe të evitoni kështu komplikacionet e saj. Kamomili është një produkt fantastik kundër rrafëve të zinj nën sy. Përdoreni çajin e kamomilit kundër rrafëve të zinj nën sy. Çaji do të largojë inflamacionet në lëkurë dhe qeskat e fryra të tyre. Kështu, përfitimet që do të merrni do të jenë të menjëhershme, lehtësuese dhe mbi të gjitha do të jenë rigjeneruese për shëndetin tuaj. Përdorimet të tilla të kamomilit mund të jenë një mburojë shumë e mirë e shëndetit në betejën kundër shqetësimeve që i kanosen organizmit tuaj. Kamomili është një bimë që mund të sjellë shumë përfitime, ndaj përdoreni me kujdes. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.